Kjo shtëpi e kulturës tash e mban emrin e dëshmorit King Bashi, kema promovimi i librit. Tu I kemë prindët dëshmorëve. Luftës që di që ndërkohë Julius që të qëndron pak qasën e heshtë. Lavdi. Shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve, invalid e veteran të luftës, veprimtar çështjes kombëtare, kryetar Smajl Lavdi, të nderuar kufranishëm. Po e parafrazoj në revistin francez André Gide, I cili ka thënë, gjithçka shtën, por duhet të rrithuhet që të mbahet në mend. Nuk është se nuk është folur dhe nuk është shkruar për luftën e relatishme të popullit shqiptar në emblemin e UÇK-s, mirë po disa gjëra vlen të rrithuhen e të shkruhen. Në fundit, historia nuk është gjithmonë objektive, pasi ajo shpesh reflekton perspektivën e atyre që e shkruajnë ose e kontrollojnë atë. Për këtë arsye, është e rëndësishme të studiohet historia nga shumë burime dhe këndvështrime të ndryshme. Në një këndvështrim ndryshe, historia është një tregim I ndërtuar që mund të ndryshojë varësisht nga këndvështrimi. Mirë po, të shkruajtja e historisë do të thotë të ndërtohet një narrativ I argumentuar mbi një epokë të caktuar, bazuar në ullumtimin dhe interpretimin e provave. Kjo mënyrë të trajtuar të historisë do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në identitetin, legitimitetin dhe drejtësinë e shoqërisë, si dhe në mënyrën se si një shoqëri e kupton veten dhe të ardhmen e saj. Ushtria Shërimtare e Kosovës përmend një ndër kapitujt më të rëndësishëm të përpjekjeve të popullit shqiptar për shkërim dhe bashkëtim. Grupet ilegale që kishin vepruar të ndarë të fragmentuara u konsoliduar dhe morën vendim për formimin e një formacioni me karakter shkrimtar që u quajt Ushtria Shërimtare e Kosovës. Kjo organizatë politike ushtarake ushtri shpejt në tërë hapësirën gjeografike, sidomos pas luftës heroike të familjes jashare në Përkaz. Jona e kësaj lufte bëri që të formoheshin formacionet armatose në tërë hapësirën gjeografike të Kosovës, si dhe në organizimin e mërgatës shqiptare gjithandej në përbotë. UÇK u shfaq në ditën e flamurit kombëtar në Maushtë të Skënderajt, e më 24 mars 98 edhe në Glogjatë të Deçanit, ku familja Haradinaj bëri histori. Më 26 prill 98 në afërsi të fshatit Krushë e vogël të Prizrenit, grupi I furnizimit u ndesh me një prit të organizuar të milicisë serbe, me çast pati shkëmbim zjarri dhe grupi u dekonspiruar. Përpjekja serbe për të kapur në befasi anëtarët e celulës së UÇK-s në Ndërnaz dështuar. Kundërvendja e këtyre gjendeve solli dalin në arenën e luftës të UÇK-s dhe edhe në Petrajë. Shumë shpejt në Ndërnaz nisën të mbyllen forcat shumë të vullnetare, të cilët kërkonin të vishin në radhët e UÇK-s. Për t'ia dhënë dimensionin e merituar dhe të taputen në analet e historisë së shkruar këtë luftë dhe këtë rezistencë të madhe, Dega e organizatës së veteranëve të luftës të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës Ravez ideoi, planifikoi dhe mbajti një tryezë me karakter shkencor ku u trajtuan aspekte të përgjithshme dhe të veçanta të rezistencës së popullit të Anadinis, që çoi në formimin e zonës operative të pashtrikut të UÇK-s. Me qëllim të dokumentimit dhe të ofrimit të një pamje më të qartë kësaj lufte, në këtë tryezë shkencore të mbajtur në 26 prill 2025, u paraqitën disa kundesa nga personalitetet të botës akademike dhe ushtarake shqiptare. Argumentet historike të paraqitura prekin edhe dimensionin shkencor, nga se një luftë për masave të tilla nuk mund të mos ketë edhe komponentin shkencor luftarak taktik brenda vetes. Tryeza nuk do ta kishte marrë peshin e dur nëse aty nuk do të ishin drejtuar tema të veçanta, ku hap drejt nga protagonistët e asaj lufte, respektivisht generali në pension në Ushtrisë Shqiptare Tulsi Lama, I cili krahas përvojës ushtarake mban mbi shpatulla dhe përvojën akademike, si profesor universitar të çështjeve të sigurisë. Dërsa doktor Emil Kavashi e ka përshkruar për masën punëtore të luftës shqiptare në zonën operative të Pashtrikut, pasuar nga magjistër Bedrysy Bega, njëri nga protagonistët e atyre ngjarjeve të bujshme, I cili nga këndvështrimi socio-historik e ka zbërthyer temën e tij me argumente shumë të shkencore. Pa kontributin e veprimtarëve të çështjes kombëtare,
Dervish Shadraku, historikër I luftës shqiptare në këtë tryezë për dilte I madh. Në këtë tryezë, kontribut hyrë pa të dhënë edhe profesor doktor Nuri Bexheti, mirë po për arsye objektive kumtesa e tij, koha kur u kreu misionin historik nuk është përfshirë në këtë publikim që po e promovojmë sot. Tryeza nuk do të mbajë dhe kjo komitet nuk do ta shitë drejtën e votimit nëse në krye të institucionit të komunës së Korrecit nuk do të kishte qenë Smail Atipi. Duke qenë një ndër bacat kryesore të organizimit të strukturave ilegale të LBÇK-s e më pas edhe të nisiteve të caktuara të LBÇK-s në këtë vend, kryetari Atipi përdor shtyllat policore të shumë shpëtimeve luftarake në rajonin e Panellinis, respektivisht të zonës operative të Pashtrikut. Prandaj kam derë dhe kënaqësinë që ta ftoj kryetarin Smail Atipi për një fjalë rast. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, familjarë të dëshmorëve, bashkëluftarë të nderuar, drejtues të organizatave të dalën nga lufta, nga Tribuna Rahoveci, nga Prizreni, nga Hasin, shumë respektuar nëna Bademe, në dy të rëndë, ku peni e të dëshmashëm, dhe që e sot, bashkëluftarë dhe dëshmitarë, në 26 prillit, Nëntari Cedulës së parë të Berlinis, në kryetari I komunës, Baca Recep, Muhammed Dëshmoj dhe Shërbelik Kastrati, Ibrahim Ozdalutaj, Ibrahim Gole, Jusif Njar, Hasi, Shok Milic, Baca Ismet, Muhammed Dëshmojit, Efil Gashi, Lush, Plak, Muhammed Dëshmojit, Ismail Gashi, Dervish Shadraku, kryetari I Shqiptarës së Bogosës Politik, Komandant Skënder Hoxha, ish komandant I Brigati 64, ish zëvës komandant I Gardës, komandant I Gardës deri para të sotitit tash në pension, ish I Gjarë, Shani Hoti, bashkëluftar, bashkëdrejtar, përfaqësues të spektrit politik, partive politike, shqiptar të pranishëm, edhe shumë që kisha pas dëshirë me përshëndet SLS, Halil Qadraku ka ishte prorë Pushtrisë Shqiptare të Kosovës, plot të tjerë bashkëlluftare, miqe, veprimtarë që kanë kontribuar që vim deri të 26 prillit, po të vim deri të 28 vjetë pas 26 prillit sot, në 26 prillit 2026, dhe të marrim pjesë bashkërisht në promovimin e librit ose përmbledhjes me kumtesa për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, përkatësisht për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe zonën operative të Pashtrikut, ku theks veçantë merr edhe dalja publike e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në zonën e Pashtrikut, në ditën e zonës Pashtrikut këtu në Drenac të Zatriçit. Të nderuar të pranishëm, ishte një ditë si shumë të tjera të asaj kohe, e zëmt, e rënduar nga frika dhe pasiguria, plot dëshpërim e pritje të pafundme. Por me 26 prill, 28 vjetë më parë, në këtë vend u ndez një dritë shprese dhe u shkrua një faqe e re e historisë sot. Djemtë e kësaj jone, të përgatitur për vite me radhë, vendosën t'i përgjigjen pushtuesit serb me armë në dorë. Milicët që deri atëherë hynin në shtëpitë e fshatarëve dhe ushtronin dhunë e terror, kuptuan se durimit I kishte ardhur fundi. Që nga ajo ditë, populli shqiptar nuk do të komunikonte më me pushtuesin përmes frikës e pasigurisë, por përmes grykës së pushkës. Dalja publike e Ushtrisë Qendrore të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut, këtu në Drenac, ishte një nga ato ngjarje që I dhanë drejtim historisë. E gjitha nadrinia u mobilizua dhe entuziazmi ishte I madh. Plesht dhe plakat me lot në sy. I shihnin bijt e bijat e tyre me armë në krah të gatshëm për sakrificë e vlijim për liri. Ishte dita e shumë pritur. Përgatitjet për luftën shërimtare kishin kohë që zhvilloheshin. Grupet guerile të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe Lëvizjes Kombëtare për Shërimin e Kosovës tashmë ishin konsoliduar dhe të gatshme për veprim. Bashkimi I këtyre forcave në Drenac, në praninë e herojit kombit Femila Adrozi e Gjev Krasniqi, si dhe Sabit Gashit, ishte dëshmi se populli ynë ishte pjekur për t'i dalë zat vetës dhe se pushtimit po I vinte fundi. Bashkimi I pushve të lirisë në një front të përbashkët I dërgoi mesazh të qartë armikut,
por edhe miqvetar, aleatvetar. Me 26 prim 1998, të gjitha rrugët të çonin në Drenoc, këtu, po krijohej një realitet i ri dhe lufta për liri po hynte në një fazë vendimtare. Burra nga e gjitha Nadrinia, nga Rahovec, nga Prizren, nga Hosi, nga Ferranda, Malisheva e shumë viset të tjera shqiptare u mblodhen këtu për t'u bashkuar radhëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pashtriku u bë udhëkryq i luftëtarëve të lirisë. Përmes bjeshkëve të tij kalonin luftëtarë që sillnin armë dhe materiale shqiptarake. Në ato ditë të vështira, arma dhe municioni vlerësoheshin më shumë se buka dhe uji, sepse përmes tyre shihej rruga drejt jetës së re dhe lirisë së shumëpritur. Historia në mëson se liria shpesh rritet në gjapën e bimëve dhe vija më të mirë të një kombe. Sakrifica e tyre është dëshmi e përkushtimit dhe pjekurisë sonë historike për t'jetuar të lirë. Luftëtarët dhe dëshmorët tonë ishin të vetëdijshëm se rreziqet dhe vështirësitë e luftës, por rreziqet dhe vështirësitë e luftës. Ata e dinin se rrallë në histori një brez ka fatin të luftoj për lirinë e atë të vetë. Askush nuk e dëshiron vdekjen, por luftëtari i lirisë është i gatshëm të përballet me të, me fushën e dorë dhe në fushën e ndërë. Sot, për gjatë rrugëve tona ndrojnë përmendore dhe vetëlirënie dëshmorësh, të cilat vizatojnë hartë e historisë sonë, tragjike dhe heroike njëkohësisht. Ato na kujtojnë çmimin e lartë të lirisë dhe na obligojnë që ta ruajmë dhe ta trajtojmë atë me përkushtim e përgjegjësi. Kjo është një mësim që nuk duhet të harrojmë kurrë, dikush dha gjak, nga gjaku i tij që të jetojë i lirë kombi dhe atë dhe ujin. Breta të rinj do të jenë gjithmonë mirënjohës atyre që guxuan dhe rezistuan, atyre që lanë gjymtyrët në përfush betejë dhe atyre që ranë për të mos vdekur kurrë në kujtesën e popullit. Respekt dhe mirënjohje për gjithë ata që hapën shtigjet e lirisë, që besuan në fitore dhe në jetësimin e idealit për shkëllim. Prandaj, në përmbushje të misionit ton historik, si institucione vendore dhe në kapacitetet e mia si drejtuesi i komunës së Rahovecit, e kam mbështetur me kënaqësi idenë për mbajtjen e një tryeze shkencore, ku trajtua lufta si institucion, nevojë dhe domosdoshmëri e kohës. Vitin që shkoi, u bindëm se kishim të drejtë, sepse vështrimet e tyre shkencore i paraqiten. Profesor Doktor General Kodusu Ilon, ish komandant i divizionit të Kukshit. General pranë pension i ushtrisë shqiptare, si njëri nga protagonistët e luftës së madhe. Pastaj Dr. Emin Kabashi, shqiptar shkencor në Institutin Albanologjik, i njohur për trajtimin e temës së luftës kombëtare të ushtrisë shqiptare të Kosovës, gjerësisht dhe thellësisht. Ashtu, Magjister Bedri Zyberaj, njëri nga protagonistët e kësaj ngjarje me peshë të madhe historike në zonën e Pashtrikut. Ndërsa kontribut të vyer ka dhënë edhe veprimtari i çështjes kombëtare, tashmë kryetari i shoqatës së Kosovës politik në Rahovec, e Dervish Qadrau. Mirënjohjet veçantë për votimin e këtyre kumtesave meritojnë veteranë të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës së Rahovec, me kryetarin Qemaj Krasniqin, i cili ka dhënë kontribut në organizimin dhe mbarvajtjen e kryezës, si dhe në votimin e përmbledhjes me kumtesën. Gjithsesi, kjo është një kontribut modest për historinë, prandaj e kemi mbështetur këtë nismë dhe do të vazhdoj të mbështes çdo ide që nxjerr me pa historinë tonë. Luftën tonë, përpjekjet mbi njerëzore të këtij populli, si dhe pasurimin e të vërtetës historike. Unë, edhe nga kjo kultore, edhe në këtë ditë të veçantë historike, inkurajoj studiusit dhe volontuesit tjerë që të ndërmarrin nisma të kësaj natyre. Sepse në këtë mënyrë i shërbejmë të shkuarës, të tashmës dhe të ardhmës së këtij vendi. Falenderoj dhe përgëzoj gjithë ata që kanë ndërmarrë dhe do të ndërmarrin veprime për të ndryshuar rrugtimin tonë të përgjakshëm, tragjik, por krenar. Na presim bara bashkë, lavdi për jetën e mot, dëshmorëve të kombit, rroft ushtria shqiptare e Kosovës, rroft 26 prilli i vitit 1998, data e daljes publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës këtu në Drenoc. Faleminderit për vëmendjen. Dhe
rëndësia e luftës së UÇK-s në zonën operative të Pashtrikut në Drënos 26 prill 98, tashmë është dokument shkencor. Një vështrim këtij votimi ja ka bërë profesor doktor Fatmir Arifi, studius shkencor në Institutin e Historisë Ali Hatimi në Prishtinë, të cilin e lutë që të paraqes këndvështrimin e tij për këtë libër. Shumë nderuar familje të dëshmorëve të kombit shqiptar, shumë të nderuar të plagosur të luftës të këtyre anëve, të nderuar veteranë, veprimtar, bashkëluftëtar të këtyre lisave, e nderuar edhe respektuari kryetari i komunës Ismail Latifi. Jam shumë i respektuar që sot jam këtu në mesin e juve, jo për të folur për daljen publike të ushtrisë shqiptare e Kosovës në Drënos, po të flasim mbi kontestat dhe pikpamje kritike për të cilët këto kontesa e kanë pasqyruar jashtëzakonisht mirë ngjarjet që kanë ndodhur në këto anë, luftimet që kanë zhvilluar këto anë, edhe rëndësinë strategjike të kësaj zone, pështrinë e luftës dhe mbajtjen e lidhjeve me zonat e tjera. Ky vëllim, me akte studiimore, përbën një kontribut të rëndësishëm në fushën e historiografisë së luftës shlirimtare të Kosovës, duke ofruar një analizë të thelluar, të shumashme dhe të mirë strukturuar në të zhvillimeve politike, ushtarake dhe shoqërore të viteve 90-ta. Në thelb, ky vëllim ndërton një kornizë interpretuese të qëndrueshme, e cila vendos luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës në një vazhdimsi historike të rezistencës shqiptare për çlirimin dhe bashkimin kombëtar. Përmes një qasje të integruar, autorët e këtij botimi trajtojnë luftën jo si një epizod të izoluar, por si një rezultat të një procesi kompleks historik të ndikuar nga faktorë të shumtë, të brendshëm dhe të jashtëm. Në planin konceptual, vëllimi artikulohet qartë tezat se lufta çlirimtare e Kosovës ishte produkt i një evolucioni të gjatë historik, i ndërtuar mbi përvojat e rezistencës politike, shoqërore dhe ushtarake të shqiptarëve. Ky interpretim i jep studimit një dimension të gjerë analitik, duke lidhur periudhën e viteve 90-ta me zhvillimet e mëvonshme historike dhe duke paraqitur luftën si një kulmim të natyrshëm të një procesi të vazhdueshëm të vetëdijes kombëtare. Një nga shtyllat e këtij vëllimi është kontesa e Ismail Latifit, e cila ndërton një narrativ të qartë mbi domosdoshmërinë historike të luftës shlirimtare. Përmes një analize që fillon nga periudha e pas luftës së dytë botërore, autori evidenton sistemin represiv të ish-Jugosllavisë dhe ndikimin e tij në formësimin e një rezistence të qëndrueshme shqiptare. Duke ndjekur një rend kronologjik, ai e përshkruan zhvillimin e kësaj rezistence nga demonstratat e vitit 1968 dhe 1981 deri te organizimet politike dhe ushtarake në fund të viteve 80-ta dhe fillim të viteve 90-ta. Në këtë kontekst, alternativa paqësore e viteve 90-ta interpretohet si një fazë kalimtare, e cila për shkak të rrethanave politike çoi në mënyrë të pashmangshme drejt luftës së armatosur. Veçanërisht, i rëndësishëm është edhe trajtimi i dimensionit lokal, ku rajoni Anadrinit dhe Roveci paraqiten si një hapësirë konkrete e materializimit të rezistencës, duke dëshmuar lidhjen e ngushtë ndërmjet nivelit lokal dhe atij kombëtar. Në një plan më të theksuar ushtarako-strategjik, akt studimi i Dervish Çadrakut ofron një analizë të detajuar të transformimit të UÇK-s nga një strukturë guerile në një forcë të organizuar frontale. Duke fokusuar në zonën operative të Pashtrikut dhe rajonin e Anadrinisë, autori ndryshon procesin e rritjes së organizimit dhe koordinimit ndërmjet njësiteve të ndryshme të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ngjarjet e prillit të vitit 1998 përfshirë përplasjen armatose dhe mobilizimin e popullsisë lokale paraqiten si momente kyçe që dëshmojnë ndërthurjen e komponentit ushtarak me atë shoqëror.
Betejja e Drenocit, Bratatinit dhe Gradishit analizohen si pika kthese në krijimin e zonave të lira dhe në kalimin drejt strategjisë së mbrojtjes territoriale. Në këtë kuadër, rëndësia e terrenit dhe kontrollit të korridoreve strategjike theksohet si faktor vendimtar në zhvillimin e operacioneve ushtarake. Një dimension tjetër të rëndësishëm të këtij vëllimi është trajtimi i luftës në Rovec, i përgatitur dhe i përmbledhur në kumtesën nga Qemal Krasniqi. Përmes një rrëfimi kronologjik, ai ndjek zhvillimin e konfliktit nga përplasjet para deri te operacionet e mëdha ushtarake dhe ndërhyrja ndërkombëtare. Analiza e dimensionit strategjik të territorit, veçanërisht e linjave lidhëse ndërmjet zonave operative, e vendos Rahovecin në një pozitë kyçe në hartën e luftës. Krahas kësaj, teksti ndërton edhe një shtresë të fuqishme memoriale, duke lidhur hapësirën fizike me kujtesën kolektive dhe duke shndruar atë në një simbol të rezistencës dhe sakrificës. Në të njëjtën linjë interpretuese kumtesa Bedri Zemberaj thekson fillimet e luftës dhe rëndësinë e shtrijes saj në zonën operative të Pashtrikut. Autori argumenton se kjo shtrije ishte thelbësore për shmangjen e izolimit të luftës së Drenicës dhe për sigurimin e linjave jetike të furnizimit. Duke analizuar raportin ndërmjet faktorëve të brendshëm dhe atyre ndërkombëtar, ai nxjerr në pa ndikimin e zhvillimeve në terren dhe në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Kjo qasje pasuron interpretimin historiografik, duke vendosur luftën në një kontekst më të gjerë politik dhe diplomatik. Një kontribut me vlerë të veçantë dokumentare paraqet kumtesa e generalit Kudysilame, e cila ofron një perspektivë të brendshme dhe analitikisht e pasur mbi bashkëpunimin ndërmjet ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe struktura ushtarake të shtetit shqiptar gjatë viteve 1998-1999. E ndërtuar mbi përvojën e drejt për drejt të autorit në hierarkinë komanduese ushtarake në zonën kufitare të Fuksit, kjo kumtesë dallohet për shkallën e lartë të autenticitetit dhe për karakterin e saj të fortë dokumentues, duke sjellë një dimension që shpesh mungon në trajtimet e përgjithshme historiografike mbi luftën e përgjithshme çlirimtare. Në këtë kuadër, autori koncepton zonën Kukës-Pashtrik jo thjesht si një hapësirë gjeografike kufitare, por si një nyje strategjike me rëndësi operacionale dhe logjistike, ku u zhvillua një koordinim i vazhdueshëm ndërmjet divizionit të dytë të Kombësorisë së Fuksit dhe forcave të ushtrisë shqiptare të Kosovës në terren. Kjo hapësirë paraqitet si një poshtë funksionale ndërveprimit ushtarak, përmes të cilit u sigurua mbështetja materiale, lëvizjet e strukturave dhe organizimi i veprimeve të përbashkëta në funksion të luftës armatosur në Kosovë. Një dimension i rëndësishëm i analizës së generalit Kudysilames është trajtimi i luftës në një optikë të dyfishme, ushtarake dhe humanitare. Përveç përshkrimit të strukturave operative dhe koordinimit të veprimeve në terren, kumtesa ndalon gjërësisht në menaxhimin e krizës së refugjatëve nga Kosova, duke evidentuar rolin aktiv të strukturave ushtarake shqiptare në përballimin e fluksit masiv të popullsisë civile. Ky aspekt e zgjeron ndjeshëm kornizën analitike, duke paraqitur luftën jo vetëm si një përballje të armatosur, por dhe si një sfidë e madhe humanitare dhe organizative për shtetin shqiptar. Në vijim autori thekson rëndësinë e bashkërendimit institucional dhe operacional ndërmjet forcave të ushtrisë të shtetit shqiptar dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke interpretuar këtë bashkëpunim si një proces të natyrshëm dhe të domosdoshëm në kushte lufte. Në një nivel më të përgjithshëm teorik dhe historik, kumtesa profesor Beshar Emin Kalloshin e vendos luftës lirimtare të Kosovës në një kornizë të gjerë, kombëtare, duke argumentuar se organizimi i luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën e Pashtrikut kishte përmasa gjithkombëtare. Autori e lidh këtë proces me traditën historike të rezistencës shqiptare. Analiza e tij sintetizuese ndërthur historinë politike, ushtarake dhe kujtesën kolektive, duke ofruar një interpretim të qëndrueshëm dhe të argumentuar të karakterit të luftës. Roli i faktorëve ndërkombëtar, veçanërisht i ndërhyrjes së NATO-s, paraqitet si vendimtar në përmbylljen e luftës dhe në përcaktimin e rezultatit të saj. Në përfundim, ky vëllim
me akt studimet shkencore përfaqëson një vepër të rëndësishme shkencore që kontribon ndjeshëm në pasurimin e historiografisë së Kosovës. Ky vëllim arritet të ndërthur analizën historike me dimensionin strategjik dhe atë shoqëror, duke ofruar një interpretim të plotë dhe të argumentuar të luftës së përgjithshme të ushtrisë lindare të Kosovës, përmes një strukture të qëndrueshme dhe një qasje shumë dimensionale. Ky botim jo vetëm që ndihmon në kuptimin e dinamikave të luftës, por edhe në konsolidimin e saj si pjesë integrale e historisë moderne të Kosovës. Ju falenderoj. Falenderoj profesor Dr. Fatmir Arifin për këtë analizë të tupët të këtij materiali të tryezës shkencore të mbahet vitin e kaluar me temë rëndësia e luftës së demokrative të shtrikut. Përpara se të kalojmë në pjesën e dytë të këtij manifestimi, ju lut për ndonjë koment nëse dikush ka përdorur, sepse lufta është dimension i gjerë dhe nga këndvështrime ndryshme njerëzit si e kanë parë varësisht ku kanë qenë. Prandaj nëse ka ndonjë koment, do të ishte kontribut për ne, në mënyrë që pastaj ne të mbledhim, të argumentojmë dhe të votojmë në votim të ardhshëm. Atëherë, falënderimi dhe mirënjohja për këtë organizim dhe publikim të materialeve të tryezës shkencore ju takon të gjithë atyre që kanë dhënë ndihmesën e tyre në forma të ndryshme, të cilët në këtë mënyrë po e shlyejnë obligimin atetar moral ndaj vlerave madhore të kësaj lufte të madhe. Duke u bashkuar rreth një projekti që përton të nxjerrë me pak punën, angazhimin, përkushtimin dhe heroizmin, kalojmë pa imazh pranë përmendoreve në këtë fshat që dikur ka qenë fshat kazerë, njëkohësisht në këtë fshat pothuajse në të gjitha shtëpitë kanë qenë vendosur shtatë të ushtrisë qendrore të Kosovës, nga vise të ndryshme prandaj kontributi banorëve të tyre onde sidomos i këtij fshati është për të vlerësuar dhe për të çuar. Kemi një shtëpi muze të vlezër Froshi, kemi një shtëpi muze të vlezër Goshi, po ashtu një shtëpi, një muze tjetër të etnokulturës tonë, kemi përmendore të dëshmorëve në qendër të fshatit, kemi përmendore të gjithë atyre që kanë rënë për lirinë e këtij vendi, prandaj ju lut që nga datë shkojmë deri te përmendorët, të bëjmë imazhe, të vendosim lule dhe të vazhdojmë pjesën e dytë të aktivitetit që mbahet në borën e shkollës Vëllezër të Froshit. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ja dhe të këja nura që gjitha ngjarjet i përcjell, si që Ceki edhe Qemali, do bëjmë homazhe këtu. Mensuri, Bedrushi, Fejimi, Ngani, Paqarizi, Rëziki, Milaim Krasniqi, Saki Belloqa Shkupi, Përprajm Caqi, Shërbedin Kastrati, Isuf Berisha, në maje ka në Burg Dobravës, Tafil Ziberaj, Gjafir Lehapin, shtator, Maslumi po ashtu, Esati, Fadili, Elmi Morina me 12 maj bashkë me Milaimin, Baram Sallahu, i ka Shorë dhe Sadria. Po ju pse u vanuat? Ja. Këta u fotografun me vajzën e dëshmorit dhe Droshgashi. Vesha kështë, u shiru. Po, ajni, urime këtë ditë, urime edhe lafijës. Shimin ngjarje tjera ju përshëndes nga Drenovci legjendar. Hajde, Cel.